Mirë se erdhët në Vlogma! Heroj po çmendet. Duke filluar nga I pari tek I fundit, se si të shumë që keni ardhur, edhe kënaqemi sonte, bëni qef se jemi mbledhur për të festuar suksese. Hynore që ndihmojmë shumë mama të kenë datën e duhur në shtëpi edhe shumë hotele të kenë shërbimin e duhur në investimin e tyre. Aq edhe e vështirë edhe sfiduese çdo ditë të jetës time, edhe çdo ditë të jetës së tyre. Vajzat që punojnë për këtë kompani janë vajzat më të forta që unë kam njohur ndonjëherë. Edhe do të jemi njohse gjithë jetën time. Kam takuar deri tani bashkë me surprizat për stafin. Unë them që jam shumë e lumtur që të njoha, edhe me shumë e fat, I gjithë ekipi, gjithë shoqëria që të ka shoqe. As në Big Brother s'kam pas ka shumë emocion. Shumë faleminderit të dua. Jetë toka. Sa I sistemoj, mami? Sa I sistemoj? Bravo. Ja, prap të toka. O drit. O drit. Ha, po shet qa ka make-up e këtu? O, zotë, nga doja nisun, nga doja nis. E para punës dhe njës nga këtu, që dhoma ime është bërë një rëmoj, nuk kam fjalë. Vetëm është hedhë gjdo karton këtu, kap vë roba sipër, vë këtej vëndi, til, bë gati, erdha nga udhtimi, I hodha sipër valigjet, I hapa, I sistemova gjysmen. O, zoti ma, nuk e di, shumë rëmoj. Do këtë? Do lapsin ti. Dhe si që po ju thoja, këtu njerëz ka rënë bomba. Nuk di. Nuk kam motivim për të sistemuar fare, se kam qenë gjithë të ditë në lëvizje dhe kur u ktheva. Dua ndihmë. Por nuk mi bën dot askush këto. Se vjera ime shkreta mundot t'i sistemoj në për cepa, po këtu duhen të ndahen si pas vendeve të raftet, se ka që është kjo dhoma këtu, do më thëmë që se nuk sistemo dhe vendose qëto gjë në vendin e vetë, ngushtohet shumë, bët një super muaj. Sot ne jemi vetëm në beke në shpi, mëre. Kur bë po kërko diçka. Qa, mami? Qa do? Do këto? I ka dalë ras vjerës time në fshat, do më thënë, ka vdekur dikush edhe duhet të shkonte. Rogerti mori dhe Rojnë, se tha me qënë se po shkojmë. Rojnë nuk ka qënë asë njerë të shpia në fshat, të shpia Rogertit, në fëmërinë e ti.
asnjëherë, edhe tha, i thoshte vazhdimisht se ku e ke shtëpinë, si qysh tek, edhe tha ta marr me vete dhe po le mamin atje, e ne po shikojmë shtëpinë, po ja tregoj Rojit, shkojmë në një vend që të ham drekën, ndërkohë që vjera ime mbaron të gjitha detyrimet që ka ndej nga fshati. Edhe në darkë të kthehen, se nëse do shkonte vjera ime të ky rasti, nuk do kthehej dot sot në darkë, por do vinte nesër. Ne nesër kemi punë të tjera dhe normalisht na duhej që t'ishte këtu nesër në mëngjes, edhe u nisën sot të tre bashk, edhe unë bashkë me Bekin po shijojmë momentet bashk, do jemi bashk sot, mami, do jemi bashk, po, do dalim, pastaj do bëjmë gati, upsi, edhe do shkojmë të puna, se sot kam lënë edhe një takim, se do të kisha lënë, po tani këto rastet nuk është si i presim. Edhe mbrëm isha të një event, të një mbrëmje Krishtlindjesh, le të themi, se janë këto festat e fund vitit tani, edhe u kënaqëm shumë, kam ndenjur deri në orën 1 me Ailin, mora dhe Ailin, edhe kur u ktheva pastaj, filluam dhe njëherë muhabet me Rogertin, se këto ditë nuk është se kemi qëndruar shumë bashk, edhe ishte ullë në gjumi, thash qo tani qo, se mu se më kishë del gjumi, se e kam bas orës 12 del gjumi. Më thëmë, po s'fletë deri në 12, ri edhe deri në orën 3, 4, 5, pa me rakfare, të ditës tjetër. Kështu që, da seri, jam pak, jo shumë e lodhur, ka të them, nuk është se jam kush e lodhur, thjesht jam si kështu, me dhem pak kokas, disi t'ja nis, nuk është ajo dita normale që ti s'ke bërë asgjë të jashtëzakonshme dje deri vonë, dhe thjesht ke fjetur gjumë dhe zgjohesh rahat. Kjo është më tepër. S'po di nga t'ja filloj, nuk po di se çfarë të bëj, atë bëjmë gati t'ikim punë. Beki nuk më le të bëj asgjë, po mendoja që të sistemoja pak këtu, po si ta hutoj Bekin, më thënë duhet t'i jap një gjë që prishet, që ajo e ka qef, që unë ta hutoj dhe të sistemoj të pak këtu dhomën, se më ka kap një shtrëngim nga këtu, që nuk ndjem e motivuar. Unë nuk e di, por video është postuar dje në blogu? Po, dje. Dhe nuk e keni iden. Sot u futa duke lexuar mesazhet, gjysmën, se gjysmën e lexova nga dje. Këtë? Jo. E ke thy një herë, mam, jo, nuk bën. E ke prish, mami, e ke prish. Dhe po thoja, jam fut duke lexuar mesazhet, nuk e dim, duket sikur nga që kemi folë shumë për Big Brother te udhëtimi me goca që ishin tjetë tregon një eksperiencë nga brenda, po më duket sikur kam dalë nga Big Brother, kemi bërë një gjë kështu jashtëzakonshme, që vetëm Bigu të ndryshoi jetën, që flasin gjithë njerëzit për ty. Flas nga gjitha gjërat që bëhen. Edhe mua Ali, po na duket sikur kemi dalë nga Big Brother ato 3 ditë atje, se realisht ka qenë një super investim kohë dhe mendje, që si ne të dalim mirë, të bëjmë çdo gjë perfekt, si që kishim menduar të paktën. Edhe tani të na duket me gjithë këto komente, do të thënë, komente që kam marrë në YouTube, si kam marrë kur në jetën time, ka shumë komente të bukura njëkohësisht. Nuk e di, nuk kam fjalë, po më duket sikur jam nëndër, po më duket sikur nuk jam në realitet, po më duket sikur është bërë diçka jashtëzakonshme, sikur unë kam shpëtuar jetë. Më duket sikur kam bërë gjëra vërtet shumë dhaja, se vetëm jeta kur shpëtohet është gjëja më e madhe që ekziston. Edhe realisht po ndjem, realiteti është, o mami, nuk po më le të flas. Edhe po ndjem vërtet kështu si një hero, nuk e di. Me gjitha të komente që kanë ardhur, unë kam marrë gjithmonë komente, por kryesisht në Instagram. Çfarë do lloj gjëje që kam bërë në jetë, kam patur një mbështetje të çmendur në Instagram gjithmonë, në DM, në mesazhe, kudo. Por që do kisha dhe në YouTube ka shumë review dhe ka shumë mesazhe, që për mua është hera parë, nuk kam marrë kur ka shumë mesazhe në YouTube, poshtë videove, kur që kam bërë një video super të bukur,
Edhe për mua është kështu, tamam sikur kam bërë ëndrën tim realitet, që të realizoj një vlogmas në këto përmasa. Realisht, faleminderit shumë, nuk kam fjalë. Sado që të duket shumë klishe, faleminderit, por realisht jam shumë e lumtur, nuk kam fjalë për Zotin. Falenderoj secila nga ju që ka marrë momente kohë për të shkruar poshtë videos të vlogmasit që kemi bërë në udhëtim. Edhe shumë faleminderit që e keni vlerësuar shumë punën tonë. Jemi munduar me mishë me shpirt të dyja ne që të realizojmë diçka të bukur dhe ta transmetojmë të tillë, pra të bëjmë dhe video YouTube-i, përveç se kemi bërë video pafund në Instagram, por donim që patjetër këtë gjë ta memorizonim edhe si një film, ka dalë si një film, edhe unë nuk e di, kam parë 3 herë. Adhuroj çdo gjë, domethënë do jetë kujtimi më i bukur sa herë do kthehem për të parë të videon, do më kujtohen të gjitha momentet, do më kujtoheni ju që keni komentuar aty poshtë. Thjesht nuk kam fjalë, domethënë. O Zot. Sa do mami? Opa, do hypesh tu? Hyp. Bravo. Qa do? Mami, të kërku shumë, mami. Qa po kërkar? Dritën, ta ndes dritën. Të ndes abazhurin. Opa! Sa bukur! Sa bukur! Të gjithë mi kanë pëlqyer shumë flokët, unë vazhdoj të më duket vetja shumë e çuditshme. Më pas ka prishur Choco perdet. Oh no! Shikojeni! Mos! Ja, këtu. Ku është këtu dhe këtu. Këtu e pas ka prish shumë. Qa ka bërë? Edhe pemen e kemi prishur, do më thënë drita ti ka prishur Choco. Ato kristalet janë herë këte janë ndej. Hama mama. Nuk kemi pemë të bukur. Ju e dini se sa e dua pemin në vitit të ri. Këto të dy, Choco dhe Beki. Choco dhe Beki. Tani, si që thash, kemi shumë punë për të bërë. Nuk di nga t'ja njës. Ja, nuk më le të bëj asgjë. Që t'ju tregoj pak gjendjen, do më thënë, unë i kam zbrazur, thjesht jam valigjet këtu, duhet i qoj te magazina. Këtu i kam darë, se është me njollë, kam bërë me njollë dhe duhet ta laj që mos më dëmtohet, shikojni pak. Dhe kam lënë këtu se po e lau Vjera iku, u prish. Çanta, gjëra, o zot. Beki që s'me le të bëj asgjë. Si përfundim s'bëm asnjë punë, thjesht u bëm gati, me zdi u bëm dhe gati, se ja s'u bëm. Do ikim, prit mami, prit, ku do ikim, tregoj. Jo, mos bët laf. Qa bën Beki? Pa, qanusje. Shisi na majnë këtu. Do kafe turke? Na. Do këtë na. Na. Që mund të t'i japi, që ne t'i mbajnë. Qa ka, mami? Qa ka, Choco? E hodha atje, mirë. Shumë mirë, mami, bravo. Bravo. Ku e hodhe? Te koshi? Atje lere, mami, mos e merë, ma. Hajde. Hajde. Beki po shikon betën. Hey. Qaj po maqit.
çaj bën moj mam? Me sa vëmendje e shef, më mami të pëlqe vetja. Po! Pëlqej, në? Bravo. Kështu duhet jetë. Bravo, mam. Po, kush është aty? Peki me mamin? Edhe qokën? Po? Po qaj bën moj, mam? Papa? Papa? Nga. E bukur. E bukur ime. Prap? Prap? Mjaft, mami. Mjaft, mami. Prap? Po? Prap? Po? E mami ke hangër shumë. Mirë, kjo është e fundit, okej? Am e fundit. S'ka më, okej? Po, është e fundit kjo. Nam e fundit. Nam e fundit. Nuk kam më, mama. Hangër shumë. Posojmë vlogmas. Posojmë vlogmas. Poso vlogmas me gojqen time të bukur. Bashkë me Bekushen. Me vlogerën e vogël. Të arshme. Mama. E bukra. Pse ike? Pse ike? Ajde ti qokëm, iku beki. Ajde ti këtu, ajde. Pse ike? Qoko. Qoko, qoko, qokolata. Ore, qa majmuni jeti kështu? Pse nuk ri fare me mua? Të të dy nga të morë. Për qa foja, mami qokën? Për qa foja? O, jeta ime! E dhe si më qokën ti? Puqe. Oh, të shuri. Ej, mos më nga të më gocën tire. Ore, qa marok? Ej! Ha? Të ndihmoj unë? Mirëmëngjesi. Sot është ditë e diel. Unë tani do bëjmë gati, e kemi lënë për të shkuar në Vlorë sot. Edhe thash të lyhem pak, të vishëm edhe të ikim. Nuk do e marr bekin sot sepse nuk më rrin. Do të thonë, e di që duhet ta kem kudo me vete, por dje kam qëndruar gjithë ditën me bekin, kështu që sot e ka radhën roj. Do marrim vetëm rojën edhe të shkojmë. Nuk rrinë, do të thonë, edhe kur shkojmë për Tiranë, 20 minuta, 30 minuta, është bërë 20 minuta e rruga tani me fikun, edhe nuk më rrinë në makinë, kështu që duke e menduar 2 orë rrugën, nuk do më rrije, më mirë, thash, po marrë vetëm rojën këtë herë,
me vete. Kam harruar t'ju tregoj, në aeroport bleva disa gjëra. Mora këto iPatches nga Dior, kisha fiksim t'i merja. Shikojni, janë shumë viral, por unë i përdor shumë iPatches, maskat, kaq pse jo, t'i marr t'i kem, edhe këto t'i provoj. Kishin 5 sop, pra, ja vlede, diku të 66 euro 5 sop. Por po ta mendoni, edhe ato iPatches që janë shumë të thjeshta, janë nga 5.000 lekë. Mora këtë për të hequr make-upin nga Dior. Çfarë don tani? Kush erdhi për të bërë remujën e saj? Është kjo këtu. Sa e bukur është. Me të argjynat me përdor. Por që ja vlen, mendoj se unë kam disa për të hequr make-upin, kështu që përdor një mix her pas here të ndryshme, për shembull, kur udhtoj marr këtë me vete. Mirëmëngjes, nuk ta jap mami atë. Prit, shiko çfarë bleu mami tjetër. Mora këtë lip plumpin nga Charlotte, e mbani mend që thoja është shumë i mirë dhe plumpin që ka e ka shumë të lehtë, nuk e ka të fortë siç janë disa të tjerë. Dhe mora edhe një tjetër ta kem. Se mund të harroj edhe pse është nga fundi ky që përdorja në shtëpi. Po prit mami, prit. E shikon mami që po bën një punë. Mora dhe një lip liner nga Charlotte, e cila ka 2 anë. Ka edhe këtej. Pra është i mprehur nga 2 anët. Edhe mora dhe këtë, atje më pëlqeu, uroj mos ta kem gabuar nuancën që zgjodha, por besoj se është okay ky. Beki do këtë dritën që më vendosa. Sa diferencë bën, e shikoni? Merri mami. E kishte ngrohur pak më tepër këtë. Dhe kaq bleva. I marr një parfum Rogerti për t'i bërë surprizë. Mora një palkufje për rojnë, e keni parë tek video e udhëtimit, dhe gjëra kështu, snacks. Kur isha këtë herë në fundit tek mami im, i kam vjetur një foto. Këtu është mami dhe babi të rinj. E mora se doja të kisha kujtim, ose mbase mund të gjej një mundësi për ta zmadhuar, ose për ta larë me ngjyra. Këtu i ngjaj babit, do të thënë këtu dallon që i ngjaj shumë babit. Shikojeni? Mami sa e dobët. Këtu kanë qenë në fejes kur janë fejuar. Por kjo foto më pëlqen shumë, janë shumë të bukur të dy. Babi çuni i ri nuk besohet se unë gjithmonë e kam parë ndryshe. Po kur e shikoj kaq të ri. Edhe doja ta kisha unë këtë. E kam dhe një tjetër, por nuk di ku e kam lënë. Se kështu është kur ndryshoj 100 herë rraqet e mia sa te Sandi, edhe doja ta merrja edhe këtë. Po kanë shumë kështu të lara në nuancë bardhëzi, kanë shumë foto bashk, edhe me ngjyra, por jo kur kanë qenë të rinj, atëherë s'kanë qenë me ngjyra. Tani më duhet të bëjmë gati shumë shpejt. Por Beki nuk do më lërë, kështu që duhet t'ja qoj vjerës time, të dalin gjiro, se po është këtu vërdall, nuk ka shans të më lërë. Këto nga Rode që unë kam përdorur janë fantastike, përveç fakti që kjo më derdhej kur ta marr me vete në udhëtim, por që për tjetër gjë ishin perl, më pëlqejnë shumë. I mora dhe mamit këtë krërin, shikojni pak, se mami mban gjëra shumë të vjetra. Shikojni sa cute dhe i lëseq. Fix për këto flokët e mia tani. Edhe këtë ja bodha. Se s'më thot gjë, po thjesht atë ditë kur isha unë kishte shumë njerëz dhe nuk kishim kohë që t'i thoja, shiko se unë këto e dua. Ishte mora. Duhet i marrë disa pjata filxhan, i ka shumë të bukur, edhe i thash, ti nuk je një influencer që të duan për t'i bërë foto, video, ushqime. Po mami më shumë e fiksuar, i ka shumë qef këto gjërat antike,
të ketë pjata të bukura, pavarësisht se e ka përshien e vet, se ka kjo kohë që ne duam të shijojmë bashkarisht me audiencën tonë. Mami im nuk është se ka një audiencë, kështu që i ka vetë për vete. Dhe është mjaftueshëm i ke shijuar vetëm për vete, na duhen neve tani. Janë shumë të bukura, janë tamam si ato pjatat mbretërore. Yll. Unë sot flokët dua t'i lidh. Që kur i kam lërë nuk i kam lidhur dhe duhet të shikoj se si duken këto flokët në këtë ngjyrë të lidhur dhe sa do më shkojnë të lidhura. Të gjithë po më pëlqejnë flokët kështu, por mua nga që më është bërë një ndryshim shumë drastik që unë se kam bërë më përpara dhe nuk po përshtatëm dot në veten time. Nga një anë më pëlqejnë, nga një anë s'më pëlqejnë. Jam kështu në peshore gjithkohës, apo më pëlqejnë apo jo. Por sigurisht unë na kam bërë këtë dëmin dhe duhet t'i mbaj disa kohë që t'i shijoj, se e sigurt pasi unë të kaloj disa kohë dhe të kaloj në ndonjë ndryshim tjetër, do them që kisha shumë bukur. Unë jam shumë praktike në përgjithësi, nuk më duhet shumë kohë të mendoj, të mendoj, di çfarë dua, di çfarë bëj dhe hidhem në zjarr, i bëj gjërat që dua, pa u penduar fare. Por problemi është që kur bën këto lloj ndryshimesh që nuk i ke në dorë, domethënë nëse unë bëj këtë ndryshim nuk ke si të tërhiqesh mbrapa, sepse e para dëmtohet floku, e dyta ti pse e bëre gjithë të ndryshimin. Edhe prandaj bëj kaq shumë pikpyetje ose kështu me veten. Zakonisht unë bëj hapa të mëdhenj dhe nuk është se e bëj kaq madhe sa kam bërë flokët e mia, por flokët është një nga t'i parë që unë nuk kam rrezikuar kurrë në jetën time. Kam qenë shumë në zonën e comfort zone, kam qenë vetja gjithkohës, maksimumi kam bërë highlight, se madje kur më dilnin pak më gri, që dukeshin me toner gri që nuk më pëlqejnë të ftohtat fare, edhe u mërzisja. Domethënë flokët janë ato që vërtet më mërzisin ose më kënaqin. Shumë. Unë në veshë jam gati. Kam veshur këtë kostume. Kaf, shumë i bukur. Çantën time, atletet, edhe let's go! Këto syzet e reja që kam lerë, më shkojnë shumë me këtë lukun, kështu që jemi kombinuar sot me këtë ngjyrën kafë gjithandej. Ikim tani se Roj po çmendet se mjaftueshëm ka prit më derisa jam bë gati. Do t'ike. Ne jemi nisur, jemi ndaluar diku për të marrë se çfarë morë ti mami? Po nuk janë të mira ato. Janë mira këto. Okej. Vapi. Jo, nuk e provoj. Ose dritë një bonë me qërshi, por u vjeti tha, pas kanë vetëm marketingu se nuk që nga gjë, e ti provu për e të parë? Po. Gjithsesi molto ngele, Molto. Mu më pëlqen 7 days. Si molto. Dhe amita me të gjitha frutat edhe perimet, bashkë me karota. Mora amita t'i Roj. Po. Për të shikojmë. Qa? Amitën. A nuk po të djeg ajo ty? Bravo, amita qërshim. Normalisht. Nuk po të djeg ty ajo? Jo shumë, nuk po. Jo shumë. Qere të vdeksh. Mami, po nuk janë të mira, nuk janë shëndetshme. Si e kemi thënë? E du. Mirë, vetëm kur dalim? Po, rasta. Bëhet blu. Po shife si e ke bërë, hape gojen? Ja nuk e dua. Ullu tani, mami, ullu tani atë. Mia, nuk pikuj.
këtu tek 31 Cosmetics për të bërë furnizimin e shampove, produkteve të flokëve që na duhen. Këtu është bota e Moroccan Oil, ka çdo gjë, çdo produkt. Tani sa u larguam nga gjurma, kemi shijuar super shumë këtë perëndimin këtu. Mbas ditën, kafen, dita ishte shumë e bukur, fiks për të kaluar në një fundjavë afër detit. U kënaqet ti mami? Roj vrapoj, shkoj te rëra, te deti, e pa, bërëm foto, hënëm drekën. Nuk e di pse ishin shumë mirë ushqime, po nuk arritëm ta përfundonim asnjëri pjatën tonë. Por, jej, u kënaqem shumë, apo ja mami? Të vim prap. Tani kur të vim që të ngrohet edhe pak edhe ta shfrytëzojmë. Kemi ditë në Durrës mjaftueshëm, por Durrësi në fundjavë është full me njerëz. Kudo që shkon ka shumë njerëz në përgjithësi, duke qenë se Tirana e ka afër Durrësin edhe vinë kalojnë fundjavën atje. Por sot na shijoi shumë Vlora, lungomar, duke qenë se s'kishte as trafik, s'kishte njerëz, qetësi, diell po, perëndim, të gjitha i kishim sot. U kënaqem. Tani jemi gati për shtëpi. Ne shkojmë te Beki. Ajo do jetë zgjuar, ulet nga ora 1 deri nga ora 4, fikse ora 4 tani. 5 ajo flegjum rahat në shtëpi. Vetë se kemi pesuar një gjë këtë periudhë, duke qenë se Bekin e kam lënë në vaktin e drekës dhe në orarin e gjumit në shtëpi dhe nuk më flet më në karrocë. E kemi shumë problem kur të udhtojmë se nuk do. Tani po lexoj komentet, po pyesin po Bekin ku e keni. Po Beki është me nanën. Ta kishim marrë me vete, nuk do kishim një rrugës, unë nuk do isha qetësuar, nuk do e kisha shijuar se Beki është gjithkohës. Mama. Ku a koment këtu? Erdhi këtu komenti, mami. Nga Instagrami që kam bërë gocat. Luis erdhi. Erdhi mami. O Beki. Eli mami. Po pjoja ka që e bukur ti moj. O sa më mungove, Beki, sa më mungove. O princesh. Te kre mami me një krër princeshash. Oh, sa bukur goqa ime. Sa bukur goqa ime. Jo, ato mami, jo. Jo. O, zot. U lodhem pak. Më shumë në kthim. Rruga vajtje ishte më thjesht. Ardhe ishte qik më kështu.
vështirë. Mbase nata, mua nuk më pëlqen të udhëzoj natën. Duket sikur jam lodhur, sikur ka shku shumë vonë, edhe nuk më pëlqen. Kurse kur udhëzoj me ditë, më duket më i lehtë udhëtimi, më rahat, sikur se kam djerë. Është një ndër arsye që unë nuk lëviz shumë pas ditëve, është kjo. T'ju tregoj dhe produkte që unë mora te 31 Cosmetics. Të gjitha janë produkte për flokët. T'ju tregoj, kjo është produkti më i ri për flok, mask që të jep shkëlqim dhe është për të gjitha tipet e flokëve. E kishte sjell tani. Gjithashtu kishte sjell dhe këtë vajin që ishte me këtë mekanizmin kështu, jo si ato të tjera që kemi. Më pëlqeu se këto mund ta marrësh kudo në vete dhe është më praktike për ta përdorur. Setin e shampove këtë herë i kam marrë friz, duke qenë se në dimër me elektrizohen shumë flokët, kryesisht kur janë ditët më shi ekstrem, edhe nëse unë nuk bëj kreje, dua t'i provoj këto, sepse më duhet të kem produkte të mira për flokët e mia tani. Çfarë kemi marrë? Kemi marrë një gjallë për trupin, butter. Më pëlqen shumë butter për trupin. Dhe super të mirë lëkurën. Unë kam marrë më përpara që përdorja, kisha atë nga Dermedic, po kjo tani do t'i jap një shans ta provoj dhe shpresoj të më pëlqejë. Është për mbas dushit për trupin. Mora dhe një krëvër, unë e kam atë tjetrin, por do edhe një tjetër, kur nuk jam mjaftueshëm. Kryeri kishte edhe këtë për ta ndarë kështu vije në mes, si që kam të ndarë unë tani, kështu që më pëlqeu shumë dhe vjen paketimi në këtë formë, të hapim bashkë, t'ja tregoj. Nuk vdes për kryera, kështu që në duhet tjetër ta merja dhe këta. Kjo është i madh, normalisht do kre flokët kur janë të lagura. Kam dhe këtë që e kam bërë të personalizuar me Alda, është ky këtu, po për këtë do ta përdor kur kemi flokë të thata. Se shikoni, diferenca është shumë e madhe, flokë të lagura. Erdhe ti mamush. Dhe fundit fare është një dry shampoo për flok Beyond Light Tones. Ja ku e keni. Kështu nëse doni dry shampoo, ja u sugjeroj të merrni tek Moroccan Oil. Mund t'i porosisni edhe online nga 31 Cosmetics, ja u sjell me çmimin zyrtar siç mund ta blini edhe jashtë shtetit, pra nuk ka kosto më të larta. Se zakonisht në për vende që ju gjeni këto produkte janë edhe pak më shtrenjtë se çmimet zyrtare jashtë. Unë i kam të gjithë linjën, ka produkte plot linja. Në bazë të flokut ju mund të përzgjidhni edhe të merrni produkte që ju nevojitet në bazë të problematikës që floku juaj ka. Por vajza më sugjeron patjetër të përdor këtë se është maskara. Vendoset kur keni flokët e lagura, aplikohet atëherë, lahet, ndërsa vajin mund të aplikoni pasi i keni lartë. Këto ishin gjëra që mora. Tani do heq këtë make-upin, do shtrihem pak, do rri vetëm me pekin, se sot nuk se kemi qëndruar vetëm para ditën bashk. Po nice, gjysmën e ditës ajo flet gjumë 3 orë në drejt, flet patjetër gjumë. Që ato sot 3 orë kemi shfrytzuar në jashta. Rogerti po gatuan si kërkoj Roy. Ç'të kërkoj Roy për të ngrënë? Omlet. Unë nuk e di, sot jam e mbin gopër, nuk më ha fare dhe me siguri nuk do ha fare darkë. Dhe unë tani po merrem me disa mesazhe, po kthej, kanë shkruar shumë në Instagram, edhe ende nuk i kam kthyer të gjitha mesazhet. Në YouTube jo, janë shumë mesazhe, kam bërë vetëm like çdo mesazh që më ka ardhur, por gja falënderimin e kam bërë këtu. Kështu që quhet. Do kishta bë 500 mesazhe nëse do ktheja çdo mesazh që ka ardhur. Jam shumë e lumtur për gjithë komentet, tha dhe Rogerti sot që po shikonte. Tha, ua, sa shumë komente, s'kan ardhur kur ka shumë komente. Në fakt, në YouTube s'kan ardhur kur ka shumë komente, aq më tepër për punën, se kur bëhet fjala
okej, për shtatzanin, për lindjen, për ditëlindje, për fëmijët, vërtet që vinë shumë gjithmonë. Po për punën është hera ime e parë dhe jej, po shijoj gjitha. Dhe thash ti kthej të gjitha tani që ti mbyll edhe Instagram edhe kudo që më ka shkruar. Lessons from Gary Anderson. And judging by how he didn't answer my call, there's no way you're getting less food. It's pretty spiffy. Hey, can I use your bathroom? Oh, nice room. Heroj, mirëmëngjesi. Po qa ke bo kështu, ke gjitha në tokë? Ashtu do. Ashtu do ti? Shumë mirë. Mirëmëngjesi. Kemi nisur ditën sot me si më ka lënë bekit, laj dhëmbët, laj faqet, shtë pa parë. Tani thash të lidh të flokët, se dhe sot do t'i mbaj të lidhura. Mirë i kam dhe kështu, po do t'i mbaj të lidhura. Se do vesh një veshje që me duhen të lidhura flokët. Edhe të bëhem gati të dalë. Ju kam thënë që ju pata thënë në fakt, po jo datën dhe ku, që do kem një udhëtim. Ne do shkojmë në Prag me familjen tonë, Bekin, Rojin dhe Rogertin. Unë isha ndërmjet 2 zgjedhjeve. Do të patjetër shkoja këtë vit për periudhën e Krishtlindjeve. Isha ndërmjet Vjenës dhe Pragës. Unë në Vjenë kam qenë. Më mirë duhet të kisha zgjedh Vjenën tani që e mendoj, se kur e di një vend dhe udhëto me fëmijë ke më mbar. Kurse unë në këtë rast do shkoj në një vend të ri, direkt me fëmijë. Okej, në kurse është një gjë shumë e madhe, por do ishte më mirë që me fëmijët kisha shku në një vend që unë e njoh. Kam qenë domethënë më përpara, pak a shumë i di se si janë gjërat, kurse në Vjenë, në Prag, nuk ja kam ide njerëz, jam futur mbrëm që të shikoj disa vlogje. Edhe nuk është se ja kam shumë ide të tipit si qyshte, kam parë që ka shkuar dhe reja. Unë kam kohë që i kam prerë biletat, thoshte që është shumë ftohtë. E dija që është shumë ftohtë, por nga ana tjetër kam frikën e fëmijëve. Ka shumë ftohtë sa mund të jetë atje. Dhe uroj mos pendohem. Edhe pse unë do i siguroj me veshje shumë trasha, i kam gjatë përgatitur gjërat, pak a shumë. Por vërtet shpresoj mos pendohem, se pastaj filloi Rogerti. Pse na çove këtu, fëmijët u smuren, u bën si burrat. Tani unë po i bëj slick bun. Ups, ku kam lënë kryerin? Si ku kam lënë kryerin? Edhe po i ngjesh pak këto flokë të reja që më kanë dalë. Haroj. Beki, ti je? Ti je mama? Qa kete Dora? Pse ma hodhe furqë? A? Nëse shikoni Bekit me 2 bluza, vira ime laj thaj këto i vesh, është plot sirtari me sete. Me sete, mos të harrojmë. I mirë që i ndanë setet, po është fiksu në 2 këtë dhe këtë, edhe një 2 tjera, laj, shplaj, thaj, ato vesh. Gocës, kur s'jam unë, sigurisht. Edhe kur jam unë pastaj, më dhim se tash vesh 100 herë, edhe e le ashtu. Që ti bësh? Që ti bësh estetikës vjeres time që nuk do mja ditë fare. Po, do bëhem gati dhe si që shikoni, për bukuri do bëhem shumë shpejt gati. Bërë shumë kohë që s'kam parë fare ëndra kur fle gjumë. Po bë që kur isha atje në udhëtim, edhe kur jam kthyer kam parë vetëm ëndra të çuditshme. Do të thënë, një 2-3 ditë para kam parë, ndoshta nga sikleti që kisha, edhe atje dhe kur u ktheva këtu ëndra,
pa lidhje me njëra tjetrën, por kam parë ëndra më përpara se shikoja ëndra. Me që rria zgjuar deri vën, nuk më merrte gjumi dhe si duket kur më merrte gjumi me këpuste gjumi dhe s'mbaja mend bën vetëm kur u zgjuaj mëngjes. Kurse tani kam parë disa ëndra dhe më bën habi. E di që vlogmasin e treti bie, po i treti me challenge me Loenën. Kam flokët, do më thënë është bërë më përpara se sa të lyeja flokët, por ne donim që të realizonim këtë në një ditë që unë e kisha pak më të lirë, si ditë, këtë video me Loenën, dhe gjithashtu duke qenë se Loena është vetëm shtunë të diel e lirë, gjatë javës nuk është, shtunë të diel mund mos isha unë, dhe ka 2 javë që ne e kemi realizuar të videon, për ta postuar në një moment që ne do arrim ta editojmë dhe ta postojmë në YouTube, kur unë mendoj që nuk ka mjaftueshëm video për të edituar dhe për të postuar në si një vlogmas. Dhe me qenë se me kishin dërguar shumë veta që të bëja pak a shumë këtë sfide me Loenën, thash okay, mendoj se është një nga ato videot. Jam këtu mami te dhoma! Dhe edhe e kam postuar sot. Shikoni kush erdhi me mami dhe babin. Shtëpia të Lumbaci. E po pisha mama. Na der dhe kafe mami. Se ma bëna starë, Po vlogam. Tani jemi këtu te zyra. Dua ta pastroj, të vendos një tapet këtu dhe të fillojmë pak me zbukurimet, se këtë zyrën time e kam dhënë pas dore, këtë po i thoj edhe Ailit, që si kam dhënë vëmendje e duhur, në fakt s'kemi pas fare punë për qëndruar në zyrë. Kemi qenë gjithkohës në lëvizje, gjithkohës shopping, gjithkohës takime jashtë nga këtu, por shopping po. Shopping ka qenë pjesa fun. Po. Po mirë, shiko, shopping është procesi më i vështirë, po ta shikosh dhe kur del për çfarë thu tani u lodha tani buk se po merren më. Por, nuk ju kam treguar. E mbani mend që kemi qenë te Zara Home, bla bla bla, dhe asgjë nga ato s'kemi treguar, dhe dikush tha pse s'na ke bërë unboxing nga të videot. Është koha tani. Domethënë sot është data 7. Për ne i bie, më tha Rogeti, i thash Rogeti, do shkosh ta marrësh zbukurime se kemi plot zbukurime që kemi pas tek i dyqani Korçës, dyqanet e tjera, pafund zbukurime, dhe thash shkona i merr të gjitha zbukurimet që i kemi lënë në magazin, se të zbukurojmë. Të zbukuroni tani, më tha mu, pse i thash unë? Po iku dhjetore. Si pas planeve tona, kam mbaru dhjetore, dhe thjesht po eci me planet. Nisa, patjetër që do vendosim zbukurime, se kemi lënë çik pas dore, por ai eventi që ju e keni pëlqyer kaq shumë, na ka marrë shumë nga jeta jonë, shumë. Sepse s'kemi shijuar asnjë nga këto procese tjera, duke zbukuruar Tiranën, Durrësin. Këtu te Zara Home mora një fame, se i shkonte shumë vibe të zyres time, atë zyres, atë ambientit atje nuk e di. Në fakt, kjo kombinohet me abazhurin që kemi te zona atje. Se është fiks në këtë materialin. Shikoj një pak. Tadam! Sa cute, Aili! Shumë e bukur. E kishim harruar se çka kemi bler. Do me thënë, ne në atë periudhë nuk i kemi thënë vëmendje asnjë gjë tjetër, ha se kemi kohë, mjafton të mbarojmë këtë që kemi nisur. Edhe të shikoni kena harruar se qa blerësh kemi bërë. Tani do vish një mosha si ke hallin. Ti po shijoj nga larg. Tani, kjo vendoset jashtë. Ndi që është kështu. Ka mbajtë. Po si kapet kjo? Po. Po si kapet kjo?
do punë. Ja nxjerrim fare një herë? Se ka atë kjo. Kush më do një përdorim njerëz. Më duket s'ka fare manual. Këtu brenda pas ka 2 lampa. S'u mora një lampë të Zara Home, por e mbam që mora edhe një tjetër te Jusku. Kështu që ne i kemi 2 lampa, nuk e di se ku e kemi lënë tjetër. Duket. Si thash për marrë se si dihet, sikur ta kisha ndjerë këta. Po si? Shikon, kjo duhet të vendoset kështu. Ure njëherë. Dojë që duhet futash të Zara Home, shikosh, përdor një si mundë ta vendosim atë gjë. Ja, kjo është dhe lampa që unë mora të Zara Home, por e kam marrë dhe një tjetër tek Jusku. Nëse mbani mend që pata bler ato pemet prej druri, mora dhe 2 lampa, një për shtëpi dhe një të kisha këtej. Apo e çova në shtëpi unë ato lampa, vamen? Duket se e kemi ndej. Do të kemi atë. Inshallah. 15.000 lekë vetëm lampa. Kjo ka kushtuar diku 300.000 lekë? Në sa më? 90. Po. Ajdi po thot nuk ka qenë në shtrenjtë, e kupton ti? Që kjo është e 10-ta pemë. Sa pemë kemi vënë. Kemi bler ato zbukurimet tek Tirana, do ja tregojmë në videon tjetër, kur shkojmë në Tiranë do e ndajmë me juve. Kemi bler për shtëpi, kemi 2 pemë jeshile tjera këtu, do bëjmë një pemë larg. Pema jo? Po, Jo, kjo është 1.50. po mirë, është e njëjta gjë. Është çmime. Se ishte ajo? 500.000 lekë. Këtë është sa unë. A, sa e bukur që i Ua, do të kishtë na marrë një kështu, të madhe një... Tu humbin 500.000 lekë njërë. Ua, një sa bukur do kishtë dalë atje. Një të madhe. E gjejta. Ja, Lëshë? jo, këtu e ka diçka që nuk shkon. Që duhet ta mbaj aty. Ka diçka që nuk shkon. Po aty, shupe si e thot? Prisni njerëz që shkencën vetë kjo. Mos e kemi, jo, në rregull e kemi atë. Në rregull e kemi po lart. Ahan. Në fillim vetë njëra dhe pastaj atje lart vetë tjetra. Po si ndanë se kjo është e Think? futur këtu. Po, hiq atë. Po marrë njerëz. Tani kjo i bjen vetë atje veç. Po ku kapet ajo? Po ndoshta mbështetet te kjo këtu. Po provojmë. Spolojmë. Këtu. Këtu. Ashtu. Edhe këtu vendoset edhe drita tani. Okej, tani erdhëm. E kapem. Gjetëm fillin. Fute këtë këmbën këtu. Në s'ka gjë se e fusim prapë tani. Aja, Jej! A e bukur! Kjo është pema më e bukur që mund të keni parë dhe mund të kemi parë. Shumë e bukur dhe vendosëm këta dhe ta varja. Shto, aty të cepi. Gati këtu. Gati? Wow. So nice. Bukur. Ta bëjmë kështu sikur e kemi malin plot me pemë. Atëherë këtë gjën ta bëjmë kështu. Nisi kjo. Po pra fort, mama. Ja, ti.
Tani e kemi sistemuar gjithë zyra. Do bëjmë një tur. Ky ishte një tur pa planifikuar, por me qenë se ne kemi bërë bukur dhe kemi bërë këtë sistemin e ri, kemi vendosur tapetin, të jemi kështu. Këtu janë momentet e diskutimit me njëra tjetrën. Këtu do vendosim koleksion e ri, për momentin kam këto të pushin se vinë të shtëpia. Këtu kemi moodboardin tonë për koleksionet. Këtu kemi dy rafte plot me rroba që nuk do t'i hapim. Këtu e menduam si një kënd shumë estetik në të njëjtat nuanca për të dhënë këtë gjendësi me shumë pemë, material letre, pema jonë e bukur me materialin e linos. Këtu do vendos palton, gjaketën e ditës që mos ta mbaj edhe muaj. Këtu është tavolina ime. Kjo është e preferuara ime që kam çdo gjë këtu, kompjuterin, my workspace. Këtu kam një tjetër pasqyrë për outfitet e ditës, mbasi dhe jo outfitet që këj vetëm, që e mirë kjo. Kem sa më shumë pasqyra. Kalojmë nga ky këndi kështu. Dhe këtej kemi dhe hyrja. Unë mund të shikoj nga moment që punoj njerëzit ose kush kalon në showroom, kush vjen klientëri. Kjo është pasqyra që do vendosim. Do bëjmë fotot e ditës. Dhe mendoj se duket shumë bukur, tani na thoni juve. Zyra është shumë e madhe, domethënë kemi bërë gjithë këtë ndryshimin, prap ka shumë hapësirë. Edhe shumë bukur, më pëlqen shumë. Si duket ju Aili? Love it. Ka dalë shumë estetike, në të njëjtën kohë shumë e ngrohtë, shumë edhe vend pune, por edhe një vend që ti mund të kalosh momente me njerëz, me takime, me gjëra. Më pëlqen shumë. Kështu do duket këtë sezonin e festave, normalisht, ju më njihni mua që mbaron festa, dhe ndryshojmë sërish kënd. Po për momentin më pëlqen kështu si duket. Edhe tapeti është shumë i bukur, jep më shumë ngrohtësi. Kjo është e gjitha.